Thème 2. Le conducteur. Chapitre 1. Qu'est-ce que conduire? Le but de ce chapitre n'est pas d'entrer dans le détail de la conduite au niveau technique, mais au niveau cognitif, mental. Je veux vous prouver que conduire demande de la concentration. Question. Avez-vous déjà essayé de regarder un film et parler au téléphone en même temps? Ou d'envoyer un texto et de répondre aux questions d'un interlocuteur en face de vous? Si vous me dites que oui, mais qu'une action prévaut sur l'autre, c'est exactement ce que je veux entendre. Il est impossible pour le cerveau de se concentrer sur deux actions à 100%. C'est pour cela que nous finissons par taper la conversation en face à face dans le champ du texto ou que l'on place notre interlocuteur au téléphone au deuxième plan si le film est très intéressant. Information. Conduire, c'est observer, analyser et agir. Écouter une émission à la radio en détail, c'est se concentrer sur le sujet et ne plus faire attention sur la route. Conduire, c'est mobiliser tous les sens, donc il faut s'y adonner à 100%. Surtout lorsque l'on est conducteur novice. Tema 2. Shoferi. Kapitulli 1. Çfarë është të ngasësh? Qëllimi i këtij kapitulli nuk është të hymë në detaje të drejtimit të automjetit në nivelin teknik, por në nivelin kognitiv mendor. Dua t'ju provoj juve që të ngasësh një automjet kërkon përqendrim. Pyetje: a keni provuar ndonjëherë të shikoni një film dhe të flisni në telefon në të njëjtën kohë, apo të dërgoni mesazh dhe të përgjigjeni pyetjeve të bashkëbiseduesit përballë jush? Nëse ju më thoni po, por që njëri aksion mbizotron mbi tjetrin, është eksaktësisht ajo që dua të dëgjoj. Është e pamundur për trurin të përqendrohet mbi dy aksione 100%. Për këtë, ne mund të shkruajmë bisedën që po bëjmë ballë për ballë në fushën e mesazhit, ose vendosim e bashkëbiseduesin e telefonit në planin e dytë nëse filmi është shumë interesant. Informacion. Të ngasësh është të observosh, të analizosh dhe të reagosh. Të dëgjosh një emision në radio në detaj është të përqendrohesh mbi temën dhe mos ta kesh mendjen tek rruga. Të ngasësh është të mobilizosh të gjitha shqisat, pra duhet t'i jepësh 100%, mbi gjitha kur jemi shofer të rinj. Chapitre 2. L'exploration visuelle. Apprendre à observer son environnement, ouvrir les yeux de tous les côtés, permet d'anticiper. Retenez bien ce verbe car vous serez amené à le mettre en pratique non-stop. Pour pouvoir anticiper et donc prévoir les gestes des autres et se demander s'ils sont compatibles avec les vôtres, il est nécessaire de faire plusieurs actions. Regardez large. L'œil ne peut pas tout voir, contrairement à ce que l'on pourrait croire. De plus, si la vitesse augmente, le champ de vision rétrécit. Kapitulli 2. Eksplorimi vizual. Të mësosh të observosh mjedisin të lejon të parashikosh, të parapërgatitesh. Mbajini mend mirë këtë folje, sepse do ta praktikoni non-stop. Për të parashikuar gjestet e të tjerëve dhe për ta pyetur veten nëse janë të përshtatshëm me tuajt, është e nevojshme të bëhen disa aksione. Të shikosh gjërë. Syri nuk mund të shikojë gjithçka, përkundrazi asaj që mund të besojmë. Për më shumë, kur shpejtësia arritet, fusha e vizionit zvoglohet. Dhe ja ku kemi këtu? Kemi këtu gjërsinë e fushës vizuale. Pra, për shpejtësinë 30 km/h, ne shikojmë 120 gradë. Për shpejtësinë 80 km/h, ne shikojmë 60 gradë. Për shpejtësinë 100 km/h, ne shikojmë vetëm 45 gradë. Dhe shikoni sa pak shohim ne për shpejtësinë 130 km/h, pra vetëm 30 gradë. Ne arrim të shohim vetëm drejt, ndërsa gjitha pjesa anësore është e turbut. Regardez loin. Pour éviter d'être pris au dépourvu, vous devez regarder loin devant vous. Regardez autour de vous. Les rétroviseurs extérieurs et le rétroviseur intérieur vous permettront de voir à gauche, à droite ou derrière vous. Mais il existe un angle que vous ne pouvez pas voir en étant assis sans bouger, l'angle mort. Il est possible de le voir si vous vous tournez,
comme sur la photo ci-dessous. Të shikosh larg. Për të evituar të jeni të zënë në befasi, ju duhet të shikoni larg përpara jush. Pasqyrat e jashtme dhe pasqyrat e brendshme do t'ju lejojnë të shikoni majtas, djathtas apo pas jush. Por ekziston një kënd që ju nuk mund të shikoni duke qëndruar ndenjur pa lëvizur. Këndi i vdekur. Është mundur ta shikoni nëse ju ktheheni, sikur te fotoja këtu poshtë. Pra, kjo është makina, këtu jeni ju, shoferi. Kjo është vizioni fiks qendror. Pak më majtas me lëvizjet syve arrim të shikojmë. Quhet vizioni periferik. Në të njëjtën gjë djathtas me lëvizjen e syve. Mbrapa arrim të shikojmë pra me pasqyrat e brendshme dhe quhet vizioni indirekt me pasqyrat dhe quhet vizioni indirekt nga pasqyrat. Dhe pastaj këto dy pjesët roz quhen këndi vdekur. Këndi vdekur majtas edhe djathtas, të cilat mund t'i shikojmë vetëm nëse bëjmë këtë lëvizje të kokës, siç e shikoni në foto. Chapitre 3. Stratégie de conduite. Voyons de près ce que cela veut dire observer pour pouvoir anticiper, et donc pouvoir agir. Je vais vous montrer plusieurs situations captées en instant T, pour que nous fassions l'exercice d'anticipation ensemble. Question. Voyons le premier exemple, faut-il gronder les piétons parce qu'ils traversent en dehors des passages prévus pour eux ou ralentir et tenir le pied sur le frein pour anticiper? Kapitulli 3. Strategjia e drejtimit të automjetit. Shikojmë nga afër çfarë do të thotë të observosh që të mund të parashikosh ose të parapërgatitesh, që të mundesh pra të reagosh. Do t'ju tregoj disa situata të kapura në qastin të që ne të mund të bëjmë ushtrimin e parashikimit së bashku. Pyetje. Shikojmë shembullin e parë. A duhet të qortojmë këmbësorët sepse ata kalojnë rrugën jashtë kalimit të parashikuar për ata, apo të ngadalsojmë dhe të mbajmë këmbën mbi frena për të parapërgatitur. Analysez le comportement des autres usagers. Réponse, vous n'êtes pas juge donc vous n'allez pas vous occuper de qui a tort et qui a raison. De plus, vous n'aurez pas le temps pour ça. Nous voyons que ces deux dames s'apprêtent à traverser jusqu'au bout car elles ont déjà traversé la voie de vélo. Ce que vous ne savez pas encore, c'est si elles vont traverser devant vous après. Pour ne pas être surpris, vous devez appliquer la règle d'observateur permanent. De plus, vous voyez dans le rétroviseur intérieur que vous avez une voiture derrière vous. Donc ralentir par anticipation vous permet d'informer les autres derrière vous que vous avez remarqué quelque chose qui vous fait ralentir. Si les deux dames s'engagent à traverser en entier et passent devant votre voiture, vous n'aurez pas de mal à freiner. Information. En ralentissant, vous modifiez votre allure et vous avertissez les autres usagers des changements dans la circulation. Question. Prenons un autre exemple. Sur la photo ci-dessous, que prévoyez-vous comme comportement sur les usagers indiqués? Të analizosh sjelljet e përdoruesve të tjerë. Përgjigje. Ju nuk jeni gjykatës. Pra, ju nuk do të merreni me kush e ka gabim dhe kush ka të drejtë. Për më shumë, ju nuk do të keni kohë për këtë. Ne shikojmë këto dy zonja që përgatiten të kalojnë rrugën deri në fund, sepse ato e kanë kaluar tashmë rrugën e biçikletave. Ajo që ju nuk dini akoma është nëse ato do ta kalojnë rrugën përpara jush apo pas jush. Për të mos u surprizuar, ju duhet të aplikoni rregullën e observatorit të përhershëm. Për më shumë, ju shikoni në pasqyrën e brendshme që ju keni një makinë pas jush. Pra të ngadalsosh si parapërgatitje, ju lejon të informoni të tjerët pas jush që ju keni kuptuar diçka që ju bën të ngadalsoni. Nëse dy zonjat angazhohen të kalojnë rrugën krejtësisht dhe kalojnë përpara automjetit tuaj, ju nuk do ta keni të vështirë të frenoni. Informacion. Duke ngadalsuar, ju modifikoni ritmin tuaj dhe lajmëroni përdoruesit e tjerë për ndryshime në qarkullim. Pyetje. Marrim një shembull tjetër.
Te fotoja më poshtë, çfarë parashikoni ju si sjellje për përdoruesit e përfshirë? Anticiper pour agir. Réponse, la moto derrière vous, nous la voyons dans le rétroviseur, numéro 1, est censée rester derrière vous. Pourtant, il faut s'attendre à ce qu'elle passe soit à droite, soit à gauche et qu'elle vous dépasse. Non, ce n'est pas le bon comportement à adopter si l'on est conducteur de cette moto, mais je vous parle d'anticipation des situations possibles. Les piétons traversent, numéro 2, et la voiture rouge, numéro 3, est à l'arrêt, feu stop allumé, car l'intersection doit être encombrée par exemple. La voiture grise, numéro 4, est en train de faire une manœuvre, partir ou en train de se garer. Cette situation vous indique qu'il faut ralentir et même freiner doucement, passage piéton où les piétons sont engagés, voiture sur le passage piéton donc circulation probablement encombrée. La voiture sous le numéro 4 n'est pas très mobile, car en train d'effectuer une manœuvre. Il faut rester vigilant pour anticiper les gestes du conducteur de deux roues. Information. En ralentissant, vous diminuez le risque d'être surpris par un changement de trajectoire d'un autre usager. Të parapërgatitesh për të reaguar. Përgjigje. Motori pas jush do duhej të qëndronte pas jush. Megjithatë, duhet të parashikohet që motori të kaloj ose djathtas ose majtas dhe t'ju parakaloj. Jo, nuk është sjellja e duhur nëse do të ishim shoferi i këtij motori, por po ju flas për parapërgatitje për situata të mundshme. Këmbësorët kalojnë rrugën dhe makina e kuqe është e ndalur, sepse kryqëzimi do të jetë rrëmuj për shembull. Makina gri është duke bërë një manovër. Kjo situatë ju tregon që duhet të ngadalsoni apo edhe të frenoni me butësi. Makina me numrin 4 nuk është shumë e lëvizshme, sepse ajo po bën një manovër. Duhet të qëndrosh vigjilent për të parashikuar gjestet e shoferit të automjetit me 2 rrota. Informacion. Duke ngadalsuar, ju zvogloni rrezikun e të qenurit të surprizuar nga ndryshimi i trajektores së një përdoruesi tjetër. Chapitre 4. Les situations à risque. Dans le chapitre précédent, nous avons déjà vu qu'observer pour pouvoir agir était important. Il faut savoir dans quelle situation vous devez redoubler de vigilance. Les intersections sont des endroits où se côtoient les différents usagers. Malheureusement, tous ces usagers ne respectent pas forcément la signalisation, donc il faut être très vigilant. Assurez-vous d'y être bien vu et bien compris. Question. Si vous étiez le conducteur de la voiture représentée sur la photo, que feriez-vous? Kapitulli 4. Situatat me rreziqe. Në kapitullin e mëparshëm, ne kemi parë që të observosh, që të mund të reagosh, është e rëndësishme. Duhet ditur në cilat situata ju duhet të dyfishoni vigjilencën. Kryqëzimet janë vendet ku ndeshen përdoruesit të ndryshëm. Fatkeqësisht, jo të gjithë përdoruesit e respektojnë sinjalistiken, pra duhet të jeni shumë vigjilent. Sigurohuni që t'ju kenë parë dhe t'ju kenë kuptuar mirë. Pyetje. Nëse ju do t'ishit shoferi i makinës së prezantuar në foto, çfarë do të bënit? Intersection avec un passage piéton. Réponse, il aurait fallu actionner le clignotant gauche et ralentir. Les piétons sur cette photo sont des personnes âgées qui ne marchent pas vite et ne voient pas forcément très bien. Avant de changer de direction, assurez-vous que ce soit possible de tourner. Imaginez que vous mettez le clignotant droit, puis vous vous rendez compte que c'est interdit, donc vous l'éteignez. Que va comprendre la personne derrière vous? Important. Donnez des signaux conformes à vos actions. Pour ce qui concerne le dépassement, assurez-vous que toutes les conditions soient réunies. En effet, vous pourriez être surpris du surgissement des autres usagers qui ne savent pas ce que vous êtes en train de faire. Kryqëzim me një kalim për këmbësorët. Përgjigje. Do duhej që të ndizej sinjali i majt dhe të ngadalsohej. Këmbësorët në këtë foto janë persona të moshuar, të cilët nuk ecin shumë shpejt dhe ndoshta nuk shohin mirë. Përpara se të ndryshoni drejtim, sigurohuni që të jetë e mundur që të ktheheni. Imagjinoni sikur të ndezni sinjalin djathtas, pastaj e kuptoni që është ndaluar dhe e fikni. Çfarë do të kuptonte personi
pas jush? E rëndësishme, jepni sinjale sipas aksioneve tuaja. Në lidhje me parakalimin tuaj, sigurohuni që të gjitha kushtet të plotësohen. Në fakt, ju mund të jeni të surprizuar nga shfaqja menjëhershme e përdoruesve të tjerë, të cilët nuk e dinë se çfarë po bëni. Chapitre 5. Communiquer avec les autres. Le code de la route a été mis en place pour que nous puissions anticiper les intentions des uns et des autres, mais aussi pour informer les autres de nos propres intentions. La communication entre les voitures se fait seulement grâce aux alertes que chaque conducteur émet en fonction de la signalisation qu'il doit respecter. Donc il s'agit bel et bien d'une forme de communication, je dirais même, une langue étrangère. Information. Le code de la route est aussi un langage qu'on apprend à comprendre et à parler afin de communiquer avec les autres usagers de la route en toute sécurité. Être vu et bien compris est indispensable pour ne pas gêner, ne pas surprendre et aussi ne pas causer d'accident. Clignotant. Ces ampoules qui clignotent quand vous les actionnez attirent le regard des autres vers le côté de la route que vous souhaitez emprunter, gauche ou droit. Il faut utiliser les clignotants avant tout pour un changement de direction, un dépassement, un changement de voie ou une insertion dans la circulation. Il faut utiliser les feux de détresse si les véhicules roulent à une vitesse réduite et peuvent causer un embouteillage ou si on est en panne sur la chaussée. Kapitulli 5. Komunikimi me të tjerët. Kodi rrugor është vendosur, është krijuar që ne të mund të Kodi rrugor është krijuar që ne të mund të shohim paraprakisht synimet e njëri tjetrit, por gjithashtu për të informuar të tjerët për synimet e tona. Komunikimi ndërmjet makinave bëhet vetëm fal lajmërimeve për rrezik që secili shofer lëshon në funksion të sinjalistikës që ai duhet të respektojë. Pra bëhet fjalë me të vërtetë për një formë komunikimi, do të thoja edhe të një gjuhë të huaj. Pra me të vërtetë bëhet fjalë për një formë komunikimi, do të thoja edhe bëhet fjalë për një gjuhë të huaj. Informacion. Kodi rrugor është gjithashtu një i folur. Informacion. Kodi rrugor është gjithashtu një e folur që ne mësojmë për të kuptuar dhe për të folur. Informacion. Kodi rrugor është gjithashtu një gjuhë ose një e folur që ne mësojmë për të kuptuar dhe për të folur, për të bërë të mundur komunikimin me përdoruesit e tjerë të rrugës dhe për të qenë në siguri. Informacion.
Kodi rrugor është gjithashtu një gjuhë ose një e folur që ne mësojmë për të kuptuar dhe folur për të bërë të mundur komunikimin pra me përdoruesit e tjerë të rrugës në siguri. Të shikohesh, të kenë shikuar mirë, të kenë shikuar e kuptuar mirë, është e domosdoshme për në pa zheni penguar, për të mos surprizuar dhe për të mos shkaktuar aksident. Të jesh parë dhe kuptuar mirë është e domosdoshme për të mos penguar, për të mos surprizuar e gjithashtu për të mos shkaktuar aksidente. Sinjalet. Këto ampula që Sinjalet. Këto ampulat që fiken e ndezën, kur ju i aktivizoni, tërheqin shikimin e të tjerëve drejt anës së rrugës që ju dëshironi të merrni, majtas apo djathtas. Sinjalet. Këto ampulat që fiken e ndezën, kur ju i aktivizoni, tërheqin shikimin e të tjerëve drejt anës së rrugës që ju dëshironi të merrni, majtas apo djathtas. Duhet të aktivizohen, duhet t'i përdorni këto sinjale përpara Duhet të përdorni këto sinjale përpara ndryshimit të një drejtimi. Duhet t'i përdorni këto sinjale përpara se të ndryshoni drejtim, të parakaloni, të ndryshoni korsi apo të futeni në qarkullim. Duhen përdorur 4 sinjalet nëse automjetet qarkullojnë me një shpejtësi të ulur dhe mund të shkaktojnë një trafik, ose nëse kanë defekt në rrugë, ose nëse kemi një defekt në rrugë. Duhen përdorur 4 sinjalet nëse automjetet qarkullojnë me një shpejtësi të ulur dhe mund të shkaktojnë një trafik, ose nëse kemi një defekt në rrugë. Duhen përdorur 4 sinjalet nëse automjetet qarkullojnë me një shpejtësi të ulur dhe mund të shkaktojnë një trafik, ose nëse kemi një defekt në rrugë. Klaxon. Vous avez certainement entendu les conducteurs se servir de cet avertissement sonore pour exprimer leur exaspération face à ceux qui n'avancent pas ou font des gestes brusques ou interdits. Or, utiliser le klaxon en ville ou la nuit est interdit, sauf en cas de danger immédiat. Important. Si vous utilisez le klaxon, cela doit être justifié par un danger imminent. Question. Observez la photo ci-dessous. Est-ce justifié d'utiliser le klaxon ?
Buria. Ju keni dëgjuar me siguri. Buria. Ju keni dëgjuar me siguri shoferët që përdorin këtë paralajmërim zanor për të shprehur asarimin e tyre përballë atyre që nuk avancojnë, do të thënë nuk po ecin si duhet, sa duhet. Ose Buria, ju keni dëgjuar me siguri shoferët që përdorin këtë paralajmërim zanor. Buria, ju keni dëgjuar me siguri shoferët që përdorin këtë paralajmërim zanor për të shprehur asarimin e tyre përballë atyre që nuk ecin sa duhet, do të thënë nuk ngasin sa duhet, na shmutin. Buria, ju keni dëgjuar me siguri shoferët. Buria, ju keni dëgjuar me siguri shoferët që përdorin. Buria, ju keni dëgjuar me siguri shoferët që përdorin këtë paralajmërim zanor për të shprehur asarimin e tyre përballë atyre që nuk ecin dhe bëjnë gjeste të papritura apo të ndaluara. Mirë po, të përdorësh burin në qytet apo natën është ndaluar, vetëm në rast rreziku të menjëhershëm. E rëndësishme, nëse ju përdorni burin, kjo duhet të justifikohet nga një rrezik i menjëhershëm. Pyetje. Shikoni foton këtu poshtë. A është justifikuar të përdorni burin? E rëndësishme, nëse ju përdorni burin, kjo duhet të justifikohet nga një rrezik i menjëhershëm. Pyetje. Observoni foton këtu poshtë. A është justifikuar të përdorni burin? Réponse, ici, le piéton est déjà engagé. Même s'il n'a pas respecté le feu piéton, vous ne devez pas klaxonner. Cela ne servirait à rien. Si vous êtes sur une route très sinueuse et étroite, vous avez le droit d'utiliser le klaxon, c'est même conseillé. Përgjigje. Këtu këmbësori është futur tashmë. Edhe pse ai nuk ka respektuar semaforin për këmbësorët, ju nuk duhet t'i bini burisë. Kjo nuk do të shërbente për asgjë. Kjo nuk do të kishte kuptim. Përgjigje. Këtu këmbësori është futur tashmë. Edhe pse ai nuk ka respektuar semaforin për këmbësorët, ju nuk duhet t'i bini burisë. Kjo nuk do të ndryshonte asgjë. Nëse ju jeni një rrugë shumë gjabruese, sinueuse et étroite. Sinueuse et étroite. Nëse jeni në një rrugë gjabruese dhe të ngushtë, ju keni të drejtë të përdorni burin, është madje e këshilluar. Nëse ju ndodheni në një rrugë shumë gjabruese dhe të ngushtë, ju keni të drejtë të përdorni burin, është madje e këshilluar.
t'i biesh burisë me ngulm. Paralajmërues me drita. Nëse sigur bëri me ngulm. Ta bësh me drita ose paralajmërim me drita. Paralajmërues me drita. Bëri me ngulm, paralajmërues me drita. Bëri me ngulm, paralajmërues me drita. Dritat e stop ndizën sapo shoferi të shtyp mbi pedalin e frenave. Dritat e stop ndizën sapo shoferi të shtyp mbi pedalin e frenave. Është ajo që po ju thoja edhe në kapitujt e mëparshëm. Ajo që po ju thoja që në kapitujt e mëparshëm është që sapo ju të filloni të frenoni pak, shoferi prapa jush ju shikon. Është ajo që po ju thoja në kapitujt e mëparshëm. Sapo ju të filloni të frenoni pak, shoferi pas jush do t'ju shikoj. La voiture rouge est à l'arrêt. La nuit, vous pouvez aussi avertir les autres conducteurs d'un danger par un appel de phare rapide. Makina e kuqe është ndalur. Makina e kuqe është ndalur. Natën, ju mund të gjithashtu të njoftoni shoferët e tjerë për një rrezik nga një trafik. Natën, ju mundeni gjithashtu të paralajmëroni shoferët e tjerë për një rrezik nga një thirrje me Natën, ju mund të paralajmëroni shoferët e tjerë për një rrezik duke fikur e ndezur dritat me shpejtësi. Le conducteur derrière nous est soit en plein phare, soit ce phare clignote pour faire un appel. En résumé, les clignotants et les feux de détresse vous servent à avertir les autres conducteurs du changement de direction ou de trajectoire. Le klaxon est à utiliser seulement en cas d'urgence. Les avertissements lumineux servent à avertir la nuit des dangers sur la route non communiquée. Plein phare.